Nëpërmjet një aksioni të ndërmarrë ditën e fundit një uglindje të vendit, tregtarët ambulant që shisnin produkte bujqësore në anë të rrugës nacionale Korç-Pogradec janë larguar. Sipas institucioneve, prania e tyre pranë aksit rrugor përbën rrezik për aksidente dhe cënon sigurinë rrugore. Muharrem Shkëmbi, i cili prej më shumë se 10 vitesh siguron të ardhurat familjare nga shitja e produkteve të tij, shpreh se është dakord me rregullat që kërkojnë largimin e tregtimit disa metra nga rruga, por shton se fermerëve u është ndaluar tregtimi edhe brenda ambienteve të pronave të tyre, duke i lënë pa burim të ardhurash. Me këtë punë, amë 8 veta, djali është 6 veta, ka 4 fëmijë edhe veta juan, edhe 2 muaj pleqt, 3 veta. Me malë që prodhojmë, ma të arrojmë. Të zhënë që do bëjmë, unë do shes, edhe burk, edhe gjobë, unë do shes se ka maltem, se s'po shes drogë, ose kam një malë të vjetër. E ashtu po, do të më bëjë qinde, po. Dhe si me malin tem, me pronën teme, me lejë kantera, me qosë, me truar, me shtëpi, me licencë. Ndërkohë, një tjetër problem lidhet me hapësirën e ndërtuar vite më parë me qëllim krim në një tregu për fermerët e zonës Bashkisë Maliq, por që sipas pronarëve nuk ka funksionuar asnjëherë për këtë qëllim. Kjo është ndërtuar në 2002, ka filluar në 2000 dhe ka mbaruar në 2002, me qëllim për treg, shumice. Dhe nuk ka funksionuar asnjëherë. Sot e thonë 2026, ka 24-25 vjet që ne jemi pronar të tokës, jemi një grup pronarë shumë. 20 vite pastaj nuk funksionon, pas 20 vitesh. Kjo e kaloi periudhën e 22-23 vjetësh. Kjo bëhet e përbashkët, nuk varet vetëm nga ne. Sipas të dhënave, janë rreth 50 tregtar ambulant që tregtojnë përgjatë rrugës nacionale Korç-Pogradec, ndërkohë që ende mungon një treg dedikuar për shitjen e produkteve të tyre. Në mungesë të një zgjidhje alternative, fermerët shprehen se prodhimet e pashitura detyrojnë të hedhin ose t'i lënë të dëmtohen, duke sjellë humbje ekonomike për familjet që jetojnë prej bujqësisë.